Ky është qyteti më i ftohtë në botë. Temperaturat arrin në -56 gradë Celsius. Në Jakutsk, i njohur si vendi më i ftohtë në tokë, temperaturat treguan -56 gradë Celsius për shkak të një stuhie të fortë dëbore. Njerëzit nuk mund të dalin jashtë sepse dyert e shtëpive të tyre janë të mbuluara me dëbor. Jakutsk, një rajon i Rusisë, i njohur si vendi më i ftohtë i banuar në botë, është përfshirë nga temperatura shumë të ulta, me termometrat që tregojnë -56 gradë Celsius. Jeta në rajon praktikisht ka ndaluar. I ftohtë i ekstrem dhe një stuhie fortë bore e zvogloi dukshmërinë gati në zero, ndërkohë që shumë shtëpi e pallate u bllokuan pasi dyert e tyre u bllokuan nga bora e grumbulluar. Shkollat u pezulluan në të gjithë vendin për shkak të kushteve të pafavorshme të motit që kërcënonin sigurinë publike.